Nëse ju keni fëmijë, imagjinoni për një çast se si do të ishte jeta juaj nëse ata do të zhduknin papritur. Nëse nuk keni fëmijë, mendoni për personin më të dashur në jetën tuaj. Tani, imagjinoni që ai person të zhdukej në një çast dhe ju të mos dini asgjë për të për dekada të tëra. Shkruani në komente, a do të mund ta përballonim këtë dhimbje? Aferdita po qëndronte pranë dritares së apartamentit të vogël në periferi të qytetit të Gjermanisë. Dritarja e saj shikonte drejt një parku, ku fëmijët luanin çdo ditë. Ajo i shikonte ata me orë të tëra, duke kërkuar një fytyrë që nuk ishte atje, duke pritur një zë që nuk do të dëgjonte më. Ishte një mëngjes i zakonshëm, kur jeta e Aferditës u shndrua në një ferr të përjetshëm. Dielli po ngrohte rrugët e qytetit, dhe ajo kishte dalë me Erblindi në treg. Djali i saj i vogël, vetëm 3 vjeç, ecte pranë saj duke mbajtur një lodër të vogël në dorë. Syri i tij të ndriçuar dhe buzëqeshja e pafajshme ishin gjithçka që Aferdita kishte në këtë botë të huaj. Emigrimi në Gjermani nuk kishte qenë vendim i lehtë. Aferdita dhe bashkëshorti i saj Besimi kishin lënë prapa gjithçka që njihnin, fshatin e tyre të vogël në Shqipëri, familjen, miqt, tokën ku kishin rritur. Kishin ardhur këtu me një çantë rroba dhe një zemër plot shpresë. Shpresë për një jetë më të mirë, për mundësi që atë dheu i tyre nuk mund t'ua jepte. Por realiteti kishte qenë më i ashpër se sa imagjinata e tyre. Besimi punonte në ndërtim nga agimi deri në mbrëmje. Duart e tij ishin bërë të ashpra, shpina i dhëmbte, por ai nuk ankohej kurrë. Aferdita pastronte shtëpi për familje të pasura gjermane, duke fshirë dyshemet e tyre ndërsa zemra e saj qante për shtëpinë që kishte lënë. E vetmja dritë në këtë errësirë ishte Erblindi. Djali i tyre i vogël ishte burimi i buzëqeshjes së tyre, arsyeja pse çdo sakrificë vlente. Kur Erblindi qeshte, Aferdita harronte lodhjen. Kur ai thërriste "Mami" me zërin e tij të hollë, çdo dhimbje zhdukte. Atë mëngjes në treg, Aferdita po blinte perime. Tregu ishte i mbushur me njerëz, zëra që flisnin gjermanisht, ngjyra dhe aroma që i kujtonte tregjet e Shqipërisë, por që ishin njëkohësisht kaq të ndryshme. Ajo po zgjidhte disa domate, kur ndërgjigjja e saj i tha diçka, një ndjenjë e çuditshme, një shqetësim që nuk mund ta shpjegonte. U kthye. Erblindi nuk ishte aty. Zemra e saj u ngri. "Erblind", thirrja ajo me zë të ulët, pastaj më fort. "Erblind." Njerëzit filluan ta shikonin, por askush nuk e kuptonte panikën në zërin e saj. Ajo filloi të vrapoi midis tezgave, duke kërkuar fytyrën e vogël të djalit të saj, xhaketën e kuqe që ai mbante. "A ka parë dikush një djalë të vogël, 3 vjeç, xhaketë e kuqe?" bërtiste ajo në gjermanishten e saj të brisht. Njerëzit trondisnin kokën, disa shikonin me dëmshuri, të tjerë me mos interes. Aferdita ndjeu këmbët se si po i dridheshin. Bota filloi të rrotullohet rreth saj. Jo, kjo nuk mund të ndodhte. Jo këtu, jo tali, jo Erblindi i saj. Ajo telefonoi policin. Gjuha e saj ishte e dobët, por dhimbja në zërin e saj ishte universale. Brenda pak minutash, arritën makinat e policisë. Pyetje, shumë pyetje. Si dukej djali? Çfarë mbante? Kur e kishte parë për herë të fundit? A kishte vënë re dikë të dyshimt? Aferdita po përgjigjej, por fjalët nuk po dilnin drejt. Gjuha e ngatërroheshi, lotët po i verbonin. "Djali im", përsëriste ajo, "djali im është zhdukur." Besimi arriti duke vrapuar. Fytyrën e tij e kishte të bardhë si dëbora. Ai kishte lënë punën dhe kishte ardhur sa më shpejt që mundej. Së bashku, filluan të kërkonin, orë pas ore. Tregu, rrugët përreth, parqet, çdo cep të qytetit. Por Erblindi ishte zhdukur, sikur toka ta kishte gëlltitur. Policia hapi një hetim, filluan intervistat, kontrollet e kamerave të sigurisë, lajmërimet në media. Por asgjë, asnjë gjurmë, asnjë person që kishte vënë re disa të dyshimt. Aferdita dhe Besimi u kthyen në apartamentin e tyre atë natë. Apartamenti që disa orë më parë ishte një shtëpi, tani ishte vetëm një vend bosh. Lodrat e Erblindit ishin të shpërndara në dysheme, shtrati i tij i vogël ishte i bërë, rrobat e tij të vogla varrisin në dollap. Aferdita u sit në dysheme dhe filloi të qante. Nuk ishin lot të zakonshëm, ishin ulërim që vinin nga thellësitë e shpirtit të saj.
Besimi qëndronte pranë saj duke mos ditur çfarë të thoshte, duke mos pasur fjalë që mund ta ngushëllonin. Ditët që pasuan ishte një ëndër e keqe që nuk mbaronte. Çdo mëngjes, Aferdita zgjohej duke shpresuar se gjithçka ishte vetëm një makthi. Pastaj, realiteti e goditte. Erblindi nuk ishte atje. Shtrati i tij ishte bosh. Zëri i tij nuk dëgjonte. Ajo dhe Besimi shkonin çdo ditë në stacionin e policisë. Pyeste Aferdita: "A keni ndonjë lajm?" Policia trondiste kokën. "Po punojmë," thoshin ata. "Po bëjmë çfarë mundemi." Por çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë po bëjmë çfarë mundemi kur djali im është zhdukur? Çfarë do të thotë kur çdo sekond që kalonte mund të ishte një sekond ku Erblindi po vuante, po qante për të, po pyeste pse mami nuk po vinte ta merrte? Aferdita nuk hante, nuk flinte. Çdo tinturi në natë e bënte të kërcente. Çdo trokitje në derë e bënte zemrën t'i rapte me shpresë. Por ishte gjithmonë dikush tjetër, një fqinj, një dërgim. Kur Erblindi? Komuniteti shqiptar në Gjermani u mobilizua. Njerëz që ajo nuk i njihte erdhën për ta ndihmuar Aferditën, printuan fluturoshe me foton e Erblindit, i shpërndan nëpër qytet, organizuan kërkime, pyetën njerëz, por asgjë. Erblindi ishte zhdukur pa gjurmë. Një grua më e votër shqiptare erdhi ta vizitonte Aferditën. "Më vjen shumë keq, por nuk duhet të humbasësh shpresën. Zoti është i madh." Aferdita e shikoi me sy bosh. Shpresë? Si mund të kishte shpresë kur djali i saj ishte zhdukur? Si mund të besonte se Zoti ishte i madh kur ai lejoi që kjo të ndodhte? "Unë nuk e humba shpresën," tha Aferdita me zë të mpirë. "Por çfarë duhet të bëj me këtë shpresë? Si duhet ta jetoj kur nuk e di nëse djali im është gjallë apo jo? Si duhet të ecë përpara kur çdo hap që bëj më largon prej tij?" Gruaja nuk kishte përgjigje. Askush nuk kishte. Javët kaluan, pastaj muajt. Policia po bëi gjithnjë më pak komunikuese. Hetimet po ngrinin. "Këto raste janë të vështira," i thonin një oficer, "por nuk duhet të humbisni shpresën." Por si mund të mos humbiste shpresën kur çdo ditë që kalonte e bënte më të vështirë të besonte se Erblindi ishte ende gjallë? Besimi po thyej në mënyrë të ndryshme. Ai nuk qante si Aferdita. Ai mbante gjithçka brenda. Shkonte në punë çdo ditë, por kolegët e tij shihnin se diçka kishte ndryshuar. Ai ishte më i heshtur, më i tërhequr. Syri i tij të kishin humbur shkëlqimin. Në shtëpi, ai dhe Aferdita po largohen nga njëri tjetri. Jo sepse nuk e donin njëri tjetrin, por sepse dhimbja e tyre ishte kaq e madhe sa që nuk dinin si ta ndanin. Çdo bisedë kthehej te Erblindi. Çdo heshtje ishte e mbushur me praninë e tij që mungonte. Një natë, Aferdita e gjeti Besimin të ulur në kuzhinë, duke mbajtur një fotografi të Erblindit. Ishte një foto që kishin bërë para disa muajsh. Erblindi po qeshte, duke mbajtur një top në duar. "Çfarë bëra gabim?" pyeti Besimi me zë të thyer. "Pse nuk e mbrojta? Pse nuk isha më i vëmendshëm?" Aferdita u ul pranë tij. "Nuk është faji yt," tha ajo, megjithse edhe ajo e fajsonte veten çdo ditë. "Nuk është faji i askujt." Por ishte kjo e vërtet? A nuk ishte faji i saj që kishte larguar syt për një sekond? A nuk ishte faji i saj që nuk e kishte mbajtur dorën e Erblindit më fort? Nata ishte e pafund, dhe ditët që vinin nuk ishin më të lehta. Një vit kaloi, pastaj 2, pastaj 3. Jeta në mënyrë mizore vazhdonte. Bota rrotullohej, njerëzit qeshin, punonin, jetonin, por për Aferditën koha kishte ndaluar atë mëngjes në treg. Ajo vazhdonte të shkonte në punë, pastronte shtëpi, por mendja e saj ishte gjithmonë gjetëk. Kur pastronte dhoma fëmijësh, zemra i thyhej. Kur shikonte fëmijë në rrugë që kishin moshën që Erblindi do të kishte pasur, ndihte duhej të ndalej të mos qarë. Policia nuk telefononte më. Rasti i Erblindit ishte bërë një nga mira raste të pasgjidhura. Një dosje në një arkiv, një numër në një sistem. Por për Aferditën, ai nuk ishte një numër. Ai ishte djali i saj, ai ishte qeshja e saj e mëngjesit, ai ishte arsyeja pse ajo kishte ardhur në këtë vend të huaj. Marrëdhënia e saj me Besimin vazhdoi të prishet. Ata jetonin në të njëjtën shtëpi, por ishin dy persona që po mbytnin në dhimbjet e tyre të veçanta. Besimi po pinte më shumë, Aferdita po humbiste gjithnjë e më shumë në vetminë e saj. Një natë,
Pas një grindjeje të rëndë, Besimi tha fjalët që Aferdita e dinte se po vinin, por nuk donte t'i dëgjonte. Unë nuk mund t'a bëj më këtë, tha ai. Nuk mund të jetoj në këtë ferë çdo ditë. Çfarë po thua? Pyeti Aferdita, megjithse edhe ajo e dinte. Po them se ne po vdesim këtu, po vdesim së bashku, dhe nuk po ndihmojmë askënd, as Erblindin, as veten. Si mund të thuash se nuk po ndihmojmë Erblindin? Ai është djali ynë. Por ai nuk është këtu, bërtiti Besimi, dhe ishte hera e parë që ai kishte thyer. Ai nuk është këtu, Aferdite, dhe ne nuk mund ta sjellim prapa duke u shkatruar. Fjalët ishin si thika. Aferdita e shikoi Besimin sikur ishte një i huaj. Ti po heq dorë prej ti, tha ajo me zë të ulët. Ti po heq dorë prej djalit ton. Nuk po heq dorë, po përpiqem të mbijetoj. Por për Aferditën, mbijetesa pa Erblindin nuk ishte jetë. Ishte vetëm ekzistencë. Ata u ndan jo shumë kohë më vonë. Besimi u tërhoq në Shqipëri. Nuk mund të qëndronte më në Gjermani, ku çdo vend i kujtonte Erblindin. Aferdita mbeti. Ajo nuk mund të largohej, sepse sikur Erblindi të kthehej, sikur ai të kërkonte për të dhe ajo të mos ishte aty, kështu që ajo qëndroi në apartamentin e vogël, punoi, priti dhe shpresoi, edhe kur shpresa e bënte më shumë dhimbje se sa mospasia e saj. Vitet kalonin ngadalë dhe dhimbshëm. Çdo përvjetor i zhdukjes së Erblindit ishte një ditë që Aferdita e kalonte në shtrat, duke mos pasur forcë të ngrihej. Çdo ditëlindje që do të kishte festuar djali i saj ishte një goditje e re. 3 vjeç, 4 vjeç, 5 vjeç, 10 vjeç, 15 vjeç. Aferdita imagjinonte se si do të dukej Erblindi tani. A do të ishte i gjatë? A do të kishte zërin e thellë? A do të dinte gjuhën shqipe? A do ta kujtonte gjuhën shqipe? A do ta kujtonte atë? Kjo ishte dhimbja më e madhe. Frika që Erblindi, edhe sikur të ishte gjallë diku, ta kishte harruar atë. Frika që ai të mos e dinte se kishte një nënë që e dashuronte më shumë se jetën e saj. Komuniteti shqiptar në Gjermani vazhdoi ta mbështeste, por edhe ata filluan të largohen, jo sepse nuk u bëhej keq, por sepse çfarë mund të bënin, sa mund të thonin na vjen keq, para se fjalët të humbin kuptimin. Aferdita filloi të frekuentonte grupe mbështetje për prindër që kishin humbur fëmijë. Atje takoi njerëz që e kuptonin dhimbjen e saj, njerëz që jetonin të njëjtën ferr. Ishte një grua gjermane, Greta, që kishte humbur të bijën vite më parë. Dhimbja kur nuk shkon, i tha ajo Aferditës, por mëson të jetosh me të, bëhet pjesë e gjithçkaje që je. Por Aferdita nuk donte që dhimbja të bëhej pjesë e saj. Ajo donte Erblindin. Ajo vazhdoi të shkonte në polici her pas here, por ata nuk kishin asgjë të re për t'i thënë. Rasti ishte i ftohtë, shumë kohë kishte kaluar, mundësitë po zbeheshin, por Aferdita nuk mund të pranonte këtë. Ajo mbajti dhomën e Erblindit ashtu siç ishte, lodrat e tij, rrobat e tij, gjithçka. Nëse ai do të kthehej, ai do t'i gjente gjithçka ashtu siç e kishte lënë. Fqinjët e saj mendonin se ajo ishte e çmendur. Ndoshta ishin të drejtë, por çfarë ishte çmendëria kur realiteti ishte kaq i padurueshëm? Kaluan 10 vjet, pastaj 15, pastaj 20. Aferdita ishte tani një grua tjetër. Flokët e saj kishin thinjur, fytyrën e kishte të rrudhosur nga dhimbja dhe vitet, por syri i saj ende kërkonte. Çdo fëmijë që shikonte në rrugë, çdo i ri që kalonte pranë saj, zemra i thoshte: ndoshta ky është ai. Ndoshta ky është Erblindi im. Ajo e dinte se ishte e çmendur. E dinte se pas kaq vitesh, edhe sikur Erblindi të ishte gjallë, ai nuk do ta njihte. Ai do të ishte bërë një i rritur. Ai do të kishte jetë të tij, kujtesë të tij, një realitet ku ajo ndoshta as nuk ekzistonte. Por zemra e një nëne nuk dinte logjik. Aferdita kishte provuar shpesh herë të ecte përpara, kishte provuar të fillonte jetë të re, ishte takuar me disa burra shqiptar që e njihnin historinë e saj dhe që donin ta ndihmonin. Por si mund të dashurohej me dikë tjetër kur zemra e saj ende i përkiste një djali të humbur? Ajo kishte vizituar edhe Shqipërinë disa herë, kishte parë Besimin që tani jetonte në fshatin e tyre të vjetër. Ai kishte krijuar familje të re, kishte fëmijë të tjerë, dhe megjithse Aferdita nuk e fajsonte, diçka brenda saj u thye kur e pa këtë.
Ai kishte vazhduar, ai kishte gjetur një mënyrë për të jetuar, por ajo nuk mundej. Kur u kthye në Gjermani pas asaj vizite, Aferdita u ul në apartamentin e saj dhe bëri diçka që nuk e kishte bërë prej vitesh. Ajo u lut. Jo për të kërkuar pse kishte ndodhur kjo, jo për të pyetur Zotin çfarë kishte bërë gabim, por thjesht për të thënë: nëse djali im është gjallë, dërgoja mua një shenjë, vetëm një, që të di se ai është mirë. Nuk priste ndonjë mrekulli, nuk priste që dera të troket dhe Erblindi të ishte atje, por duhej diçka për t'i dhënë forcë të vazhdonte. Dhe jeta vazhdoi. Ditët kaluan, muajt, vitet, 25 vjet. 25 vjet kishin kaluar që nga dita kur Erblindi ishte zhdukur. Aferdita tani ishte në 50-tat e saj të vona. Trupa e saj ishte e lodhur nga vitet e punës së rëndë dhe dhimbjes emocionale, por zemra e saj ende rrihte me të njëjtën dhimbje. Kishte ditë kur ajo nuk donte të zgjohej. Kishte ditë kur pyeste veten pse ende jetonte. Por diçka brenda saj, diçka që nuk mundej të shpjegonte, e mbante këtu. Ishte një mbrëmje dimri. Gjermania ishte mbuluar me dëbor. Aferdita kishte përfunduar punën dhe ishte kthyer në shtëpi. Kishte bërë darkë për veten, megjithse nuk kishte uri. Kishte ulur pranë dritares, duke shikuar fëmijët që luanin në dëbor. Imagjinonte Erblindin duke luajtur me ta, duke qeshur, duke hedhur topa dëbore. Telefoni i saj ra. Ishte një numër që nuk e njihte. Normalisht nuk do ta përgjigjej, por diçka e bëri ta ngrihet. Po, tha ajo në gjermanisht. Zonja Aferdita? Pyeti një zë mashkullor në gjermanisht. Po, jam unë. Këtu është policia e Gjermanisë, departamenti i personave të zhdukur. A mund të flasim për një çështje të rëndësishme? Zemra e Aferditës u ngri. Pas kaq vitesh, pse policia po telefonon tani? Po, çfarë ka ndodhur? Pyeti ajo duke mundur zor të mbante zërin e saj të qetë. Zonjë, ne besojmë se kemi gjetur djalin tuaj. Bota e Aferditës u ndal. Çdo zë zhdukej, çdo ngjyrë, çdo formë, gjithçka u kthye në errësirë. E vetmja gjë që dëgjoi ishin: kemi gjetur djalin tuaj. Çfarë po thoni? Murmuriti ajo. Një i ri kontaktoi policin para disa ditësh. Ai ka bërë testin e ADN-s dhe rezultatet përputhen me profilin e djalit tuaj të zhdukur. Zonjë, duket se djali juaj është gjallë. Aferdita e la telefonin të binte nga dora. Këmbët nuk e mbanin më. Ajo rrëzohi në dysheme duke filluar të qaj. Por këto nuk ishin lot dhimbjeje. Ishin lot shprese, frike, lumturie dhe 1000 emocione që nuk mund t'i emërtonte. 25 vjet. 25 vjet kishin kaluar që nga dita kur Erblini ishte zhdukur. Aferdita tani ishte në 50-tat e saj të vona. Trupa e saj ishte e lodhur nga vitet e punës së rëndë dhe dhimbjes emocionale, por zemra e saj ende rrihte me të njëjtën dhimbje. Nata që pasoi ishte më e gjata në jetën e Aferditës. Ajo nuk mundej të flinte, nuk mundej të hante, nuk mundej të mendonte qartë. Mendja e saj ishte një uragan emocionesh. Erblindi ishte gjallë, djali i saj ishte gjallë. Por si? Ku kishte qenë gjithë këto vite? Çfarë i kishte ndodhur? Pse kishte dalë tani? A e kujtonte atë? Pyetjet ishin të pafundme, dhe frika ishte po aq e madhe sa edhe shpresa, sepse çfarë sikur ai ta urrente? Çfarë sikur ai të mos donte ta shihte? Çfarë sikur ai të mendonte se ajo e kishte braktisur? Në mëngjes, Aferdita u vesh dhe shkoi në stacion të policisë. Zemra i rrahte kaq fort sa që mendonte se do të shpërthente. Kur arriti, një oficere e çoi në një zyrë ku prisnin disa oficerë. Zonja Aferdita, uluni ju lutem, tha njëri prej tyre. Ajo u ul, duke mbajtur çantën e saj fort. Ku është ai? Pyeti ajo. Ku është djali im? Ai nuk është këtu ende, tha oficeri, por do të takoni shumë shpejt. Fillimisht, duam t'ju shpjegojmë situatën. Aferdita e dëgjoi me vëmendje. Historia që oficerët i treguan ishte pabesueshme dhe tmerrshme në të njëjtën kohë. Erblindi kishte qenë rrëmbyer nga një çift që nuk mund të kishin fëmijë. Ata e kishin marrë atë ditë në treg dhe e kishin transportuar në një qytet tjetër. Atje, ata e kishin rritur si djalin e tyre.
i kishin ndruar emrin, i kishin ndruar identitetin. Për Erblindin, ata ishin prindrit e tij, por çifti kishte vdekur në një aksident disa muaj më parë. Kur dokumentet e tyre po shqyrtoheshin, u zbuluan pa rregullsi. Erblindi, që tani njihej me një emër tjetër, kishte filluar të kërkonte të vërtetën për origjinën e tij. Testet e ADN-s ishin bërë dhe e vërteta kishte dalë në shesh. Ai ka kërkuar t'ju takoj, tha oficeri, por duhet ta kuptoni se për të, ju jeni një e huaj. Ai nuk ka kujtesa për ju. Gjithçka që ai di, është jeta që ka jetuar me prindrit që e rritën. Fjalët ishin si shpata. Aferdita e kishte pritur këtë, por dëgjimi i tyre e bëri të njënjonte dhimbjen fizike. Ai nuk më kujton fare, pyetja jo me zë të thyer. Ai ishte vetëm 3 vjeç kur u rrëmbyer. Kujtesa në atë moshë është shumë e dobët, por ai di të vërtetën tani, dhe ai dëshiron ta njohë. Aferdita e mbuloi fytyrën me duar dhe filloi të qaj. Oficerët e lanë për një moment, duke respektuar dhimbjen e saj. Kur ajo u qetësua, oficeri pyeti: "A jeni gati ta takoni?" Aferdita e çoi kokën. Po, jam gati." Dhoma ku do të takoheshin ishte e thjeshtë, një tavolinë, disa karrige, drita e butë. Aferdita po qëndronte aty duke pritur. Zemra i rrahte kaq shkejt sa që mendonte se do të fikej. Dera u hap dhe ai hyri. Erblindi. Por ai nuk ishte më djali i vogël që ajo e kujtonte. Ai ishte një burr i ri, i gjatë, me supe të gjëra, me fytyrë të pjekur, por syrit ishin të njëjtë, syrit që Aferdita i njihte edhe pas 25 vitesh. Ata qëndruan duke u shikuar njëri tjetrin për një moment që dukej si përjetësi. Aferdita donte të vraponte, ta përqafonte, të qante në kraharorin e tij, por diçka e ndaloi. Ndoshta frika, ndoshta respekti për faktin se ky njeri nuk e njihte. "Përshëndetje", tha Erblindi në gjermanisht. Zëri i tij ishte i thellë, i qetë. "Përshëndetje", u përgjigja Aferdita, duke u përpjekur të mos qaj. Ata u ulën. Një oficere ishte prezente, duke vëzhguar nga distanca. Unë nuk e di si të filloj, tha Erblindi. "Kjo është e çuditshme për mua, për ne të dy, imagjinoj." Aferdita e çoi kokën. E di që je i çuditshëm, edhe unë jam. Policia më tregoi gjithçka, për zhdukjen time, për ty, për atë që ndodhi." Ai pushoi, duke kërkuar fjalët. "Nuk e di çfarë të ndjej. Kam jetuar gjithë jetën time duke menduar se prindrit që më rritën ishin prindrit e mi, dhe tani zbuloj se jo, se unë u rrëmbya, se ti ke qenë duke më kërkuar gjithë këtë kohë." Lotët filluan të rrjedhin në fytyrën e Aferditës. "Çdo ditë", tha ajo me zë të thyer, "çdo ditë të kësaj jete unë kam menduar për ty, nuk kam pushuar kurrë së kërkuarin, nuk kam pushuar kurrë së shpresuarin." Erblindi e shikoi me një shprehje që Aferdita nuk mund ta lexonte. A ishte dhëmbëshui, a ishte konfuzion, a ishte zemërim. Unë nuk të kujtoj fare, më vjen keq, por nuk të kujtoj fare. Të gjitha kujtesat e mia fillojnë me prindrit që më rritën." Fjalët ishin si thika, por Aferdita e kuptonte. E di që nuk më kujton, dhe nuk preste të më pranosh me njëherë si nën, por të lutem, lë me të jem pjesë e jetës sate, zado pak. Erblindi e shikoi për një kohë të gjatë, pastaj u çoi kokën ngadalë. "Edhe unë dua ta di se kush jam, dua ta di historinë time, dhe dua të njoh gruan që më ka lindur." Aferdita nuk mund të ndalonte lotët. Ajo zgjati dorën, duke hezituar. Erblindi e shikoi dorën, pastaj ngadalë e kapi. Prekja e tyre ishte e para pas 25 vitesh. Dhe në atë moment, diçka brenda Aferditës u shërua. Jo plotësisht, jo pa dhimbje, por një pjesë e saj, pjesa që kishte qenë e thyer për kaq kohë, filloi të bashkohej përsëri. Muajt që pasuan ishin të vështirë. Marrëdhënia midis Aferditës dhe Erblindit nuk ishte e thjeshtë. Si mund të ishte? Ajo ishte nëna e tij, por ai nuk e ndjente këtë. Për të, ajo ishte një e huaj që ndante gjak me të. Ata takoheshin rregullisht, pinin kafe, flisnin. Aferdita i tregonte për të kaluarën, për jetën e tyre në Shqipëri, për ardhjen në Gjermani, për ditën e tmerrshme kur ai ishte zhdukur. Erblindi dëgjonte me vëmendje.
A i bënte pyetje, a i donte të kuptonte, por ishte e qartë se a i po luftonte me ndjenjat e tij. A i e donte familjen që e kishte rritur, edhe pse ata e kishin rrëmbyer. Për të, ata ishin prindrit e tij, dhe tani duhet të përballej me faktin se gjithçka ishte gënjeshtër. Nuk ju urrej, i tha ai Aferditës një ditë. Nuk ju urrej prindrit që më rritën. E di që çfarë bën ishte e gabuar, por ata më trajtuan me dashuri, më dhanë një jetë. Dhe tani, ata nuk janë më këtu për të shpjeguar pse e bën këtë. Aferdita e kuptonte, megjithse dhimbte. Dhimbte ta dëgjonte djalin e saj duke folur me dashuri për njerëzit që ja kishin rrëmbyer, por ajo nuk e fajsoi. Si mund ta fajsonte për ndjenjat e tij? Nuk dua që të zgjedhësh midis meje dhe kujtimeve të tyre, i tha ajo Aferditës. Dua vetëm të jem këtu për ty, në çfarëdo mënyre që ti dëshiron. Erblindi e vlerësoi këtë. Ngadalë, shumë ngadalë, ai filloi të hapte zemrën e tij. Ai filloi ta shihte Aferditën jo vetëm si një grua që e kishte lindur, por si një person që kishte vuajtur për të, një person që e donte pa kushte. Një ditë ai pyeti: "A më tregon për babin tim?" Aferdita mbylli syt. Kjo ishte një pyetje që e kishte pritur, por që nuk e dinte si ta përgjigjej. "Babai lit është në Shqipëri," tha ajo. "Ne u ndam pas zhdukjes sate. Ai nuk mund ta përballonte dhimbjen, por ai të do. Ai të ka dashur gjithmonë." "A do të donte të më takonte?" pyeti Erblindi. "Do të donte," tha Aferdita me bindje. "Ai do të donte shumë." Kështu që u bë një takimi. Besimi u telefonua. Kur i dëgjoi lajmin, ai nuk mund të fliste, vetëm qari. Qari si një fëmijë që kishte humbur dhe tani ishte gjetur. Ai erdhi në Gjermani. Takimi midis Besimit dhe Erblindit ishte po aq emocional sa i Aferditës. Besimi e përqafoi djalin e tij dhe nuk e la për minuta të tëra. "Djali im," përsëriste ai. "Djali im." Dhe Erblindi, për herë të parë që nga zbulimi i të vërtetës, qari. Qari në krahët e një borri që nuk e kujtonte, por që ndjeu diçka të thellë, diçka që shkonte përtej memorjes, diçka që vinte nga zemra. Jeta nuk u kthye menjëherë në normal, si mund të ishte, por ngadalë, shumë ngadalë, Aferdita, Besimi dhe Erblindi filluan të ndërtojnë diçka të re. Jo familjen që ishte qenë, ajo ishte humbur përgjithmonë, por diçka tjetër, diçka që ishte ndërtuar mbi dhimbje, shpresë dhe dashuri pa kushte. Erblindi filloi të mësonte gjuhën shqipe. Ishte e vështirë për të, por ai bëri përpjekje. Aferdita i mësoi fjalë, fraza, këngë që kishte kënduar për të kur ai ishte i vogël. Ai nuk i kujtonte, por ato e bën ta ndjente diçka. Ai vizitoi Shqipërinë për herë të parë me Aferditën dhe Besimin. Ata shkuan në fshatin ku kishin jetuar, shihnin shtëpinë e vjetër, takuan familje, kushërinj, njerëz që e kishin pritur prej vitesh. Për Erblindin, ishte si të zbulonte një pjesë të vetes që nuk e kishte ditur se mungonte. Ai pa vendlindjen e tij, rrënjet e tij, dhe për herë të parë ndjeu një lidhje me diçka më të madhe se vetë ai ti. Në një mbrëmje ndërsa po uli me Aferditën në verandën e shtëpisë së vjetër, ai pyeti: "A më fal se të rrëmbyen? A më fal se nuk të kujtova?" Aferdita e shikoi me lotë në sy. "Nuk ka asgjë për t'u falur. Ti ishe një fëmijë, ti nuk bëre asgjë gabuar. Gjithçka që ndodhi nuk ishte faj jot. Por ti vrave për shkak tëndin. Vrau përse të doja, dhe dhimbja e dashurisë është më e mirë se të mos kesh dashuruar fare. Do ta kaloja përsëri çdo moment të dhimbjes, vetëm për të pasur këtë moment me ty tani." Erblindi e përqafoi, dhe për herë të parë ai e thirri me emrin që ajo kishte pritur të dëgjonte për 25 vjet. Nën. Lotët e Aferditës rrjedhën, por këtë herë nuk ishin lotë dhimbje, ishin lotë lumturie, mirënjësie dhe paqeje. Paqeje që vjen kur një betejë gjatë në fund përfundon. Jeta nuk do të ishte kur perfekte. Erblindi do të vazhdonte të kishte pyetje, konflikte të brendshme dhe momente kur do të ndihej i humbur midis dy botëve. Aferdita do të kishte ditë kur dhimbja e së kaluarës do ta godiste përsëri. Besimi do të vazhdonte të jetonte me pendim për vitet e humbura, por ata ishin së bashku. Dhe kjo ishte më shumë se sa Aferdita kishte shpresuar ndonjëherë. Ajo kishte pritur 25 vjet, dhe pritja kishte mbaruar.
Djali i saj ishte i gjallë. Djali i saj ishte këtu. Dhe edhe pse rruga për të ndërtuar përsëri një lidhje do t'ishte e gjatë, ata e kishin kohën. Kishin njëri tjetrin. Dhe kjo ishte gjithçka që rëndonte. Kjo është historia e Aferditës. Historia e një nëne që nuk hoqi dorë kurrë. Historia e një dhimbje që zgjati dekada, por që në fund gjeti shërimin. Jo shërim të plot, por shërim të mjaftueshëm për të vazhduar jetën. Historia jonë na kujton se shpresa, edhe kur duket e humbur, mund të jetë më e fortë se errësira. Çfarë mendoni ju? A do të mund ta kalonit një dhimbje të tillë? Shkruani në komente. Muajt që pasuan takimin e parë sollën ndryshime të mëdha në jetën e të 3 personave. Aferdita nuk jetonte më vetëm me kujtimet. Tani kishte një realitet të ri që po ndërtohej ngadalë, me kujdes, si një shtëpi që ndërtohet pas një tërmeti që e ka shkatruar gjithçka. Erblindi filloi ta vizitonte më shpesh. Në fillim takimet ishin të shkurtra, plot heshtje të papërshtatshme, por me kalimin e kohës, ato heshtje u zëvendësuan me biseda. Biseda për jetën, për ëndrat, për të ardhmen. Një ditë, ndërsa po pinte çaj në apartamentin e Aferditës, Erblindi e pyeti: "Si ishte kur isha i vogël, para se të ndodhte gjithçka?" Aferdita buzëqeshi përmes lotëve. Kjo ishte pyetja që kishte pritur. "Ti ishe një djalë shumë i lumtur", filloi ajo. "Qeshi gjithmonë. Çdo gjë të bënte të qeshësh. Një flutur që fluturonte, një makinë që kalonte, një këngë që dëgjoje. Ti ishe drita jonë. Çfarë më pëlqente të bëja? Ti doje të luaje me top. Kishim një top të vogël të kuq që e mbaje kudo. Flije me të, haje me të pranë. Babai yt thoshte se do të bëheshe futbollist i madh një ditë." Erblindi buzëqeshi. "Ende më pëlqen futbolli." "E she?" tha Aferdita. "Ka gjëra që nuk ndryshojnë, ka gjëra që janë pjesë e shpirtit ton, pavarësisht nga ajo që ndodh rreth nesh." Këto biseda ishin shëruese për të dy. Për Erblindin ato ishin copsa të një jete që nuk e kujtonte, por që donte ta njihte. Për Aferditën, ato ishin mundësi të rikujtonte djalin e saj të vogël, të mbante gjallë ato momente të lumtura para tragjedisë. Erblindi filloi të sillte foto nga jeta e tij, foto nga shkolla, nga udhëtimet, nga ditëlindjet. Aferdita i shikonte me lot dhe buzëqeshje. Këto ishin momentet që ajo kishte humbur, momentet që nuk do të kthehen kurrë. Por së paku tani mund t'i shihte, mund të dinte si kishte rritur djali i saj. "Ky jamon në moshën 8 vjeç", tha ai duke i treguar një foto ku dukej në uniformë shkollore. "Isha shumë i turpshëm në shkollë." Aferdita e studioi foton me vëmendje. "Ke sytë e mi", tha ajo me zë të butë, "dhe buzëqeshin e babit tënd." Erblindi e shikoi përsëri foton, duke parë veten në një mënyrë të re. "Nuk e kisha vënë re kurrë", tha ai. "Tani do ta vësh re", tha Aferdita. "Tani që e di se kush je vërtet." Jo gjithçka ishte e lehtë. Kishte momente kur Erblindi ndjehej i mbingarkuar. Kishte ditë kur ai kishte nevojë për distancë, për kohë të vetme për të përpunuar gjithçka që po ndodhte në jetën e tij. Një javë ai nuk erdhi, nuk telefonoi. Aferdita u shqetësua, por u përpoq të mos e shtynte. Ajo dinte se ai kishte nevojë për hapësirë, por çdo ditë pa të ishte një kujtesë e viteve kur ai kishte munguar plotësisht. Kur më në fund ai erdhi, duke i lodhur. "Më vjen keq që nuk kontaktova", tha ai. "Kam nevojë të mendoj." "E kuptoj", tha Aferdita, megjithse zemra e dhemte. "Nuk duhet të më shpjegosh." "Jo, dua të shpjegoj", insistoi ai, "sepse ti meriton ta dish. Kam luftuar me ndjenjat e mia. Kam ndjenjë fajësie për prindrit që më rritën. Kam zemërim për atë që bën. Kam konfuzion për identitetin tim. Ndonjëherë nuk e di kush jam. Jam personi që jam qenë gjithë këto vite, apo jam djali i humbur i Aferditës?" Aferdita u ul pranë tij. "Ti je të dyja", tha ajo. "Je personi që i rritur të bëhesh dhe në të njëjtën kohë je djali që u rrëmby. Nuk duhet të zgjedhësh. Je të dyja këto gjëra dhe të dyja janë të vlerëshme. Por si mund të jem të dy në të njëjtën kohë? Sepse jeta nuk është e bardhë dhe e zezë. Ne jemi krijuar nga për eksperiencat tona, të gjitha prej tyre. Prindrit që të rritën, edhe pse bën një gabim të tmerrshëm, të dhënë dashuri, dhe kjo dashuri të formoi. Por edhe unë dhe babai yt të donim, edhe pse nuk ishe me ne, dashuria jonë për ty ishte reale. Të dyja këto të vërteta mund të ekzistojnë së bashku." Erblindi e shikoi me admirim. "Si e bëre?" pyeti ai. "Si mundet të vazhdoje gjithë këto vite pa u thyer plotësisht?" Aferdita mendoi për një moment dhe tha me sinqeritet: "Nuk e di nëse nuk u thyev.
Kishte ditë kur mendoja se nuk do të arrija të shihja ditën tjetër. Kishte ditë kur doja të heq dorë, por diçka më mbajti. Ndoshta ishte shpresa, ndoshta ishte dashuria, ndoshta ishte thjesht fokat që nëna t'i kanë, fokat që na bëjnë të vazhdojmë edhe kur gjithçka tjetër na thot të ndalojmë. Erblindi e kapi dorën e saj. Faleminderit që nuk hodhe dorë, tha ai. Faleminderit që vazhdove të më kërkosh. Faleminderit që ende je këtu. Lotët e Aferditës rrjedhën përsëri, por ajo buzëqeshi. Do ta bëja çdo herë, tha ajo. Në çdo jetë, në çdo botë, unë do të vazhdoja të kërkoja. Besimi filloi të vizitonte më shpesh nga Shqipëria. Ai dhe Aferdita, të cilët kishin qenë të ndarë për aq kohë, filluan të rilidhen, jo si bashkëshort, por si prindër që ndanin një dashuri të pashpjegueshme për të njëjtin djalë. Një ditë, të tre ulur së bashku për darkë, Besimi tha: "Ndonjëherë mendoj për të gjitha vitet që humba. Nuk pata mundësinë të shoh duke u rritur, nuk pata mundësinë ta mësoja të ciklohet biçikletë, të ndihmoja me detyrat e shkollës, të festoja ditëlindjet e tua." "E di," tha Erblindi, "edhe unë mendoj për këtë, por nuk mund të kthehemi prapa, mund vetëm të ecim përpara." "Ke të drejtë," tha Besimi, "dhe jam mirënjohës për çdo moment që kam tani me ty." Aferdita i shikoi të dy burrat në jetën e saj, bashkëshortin e saj të dikurshëm dhe djalin e saj, dhe ndjeu diçka që nuk kishte ndier për dekada. Paqe, jo paqe e plot, por një paqe e mjaftueshme për të lejuar zemrën të pushojë nga lufta e saj e përjetshme. Erblindi filloi të pyeste më shumë për kulturën shqiptare. Donte të dinte për traditat, për historinë, për gjuhën që ishte e tij, por që nuk e njihte. Aferdita dhe Besimi ja mësuan me durim. Ata gatuan së bashku ushqime tradicionale shqiptare, dëgjuan muzikë shqiptare, treguan histori për gjyshërit dhe stërgjyshërit që Erblindi nuk i kishte njohur kurrë. "Ke një familje të madhe në Shqipëri," i tha Besimi. "Kushërinj, teze, daja, të gjithë duan të takojnë." Erblindi duke i mbi ngarkuar, por edhe i lumtur. "Është shumë për të përpunuar," tha ai, "por dua t'i njoh, dua të di nga vi." "Do ta bëjmë ngadalë," siguroi Aferdita. "Nuk ka nxitim, kemi kohë." Dhe për herë të parë në 25 vjet, kjo ishte e vërtet. Ata kishin kohë. Koha që ishte vjedhur prej tyre ishte kthyer, në një formë të ndryshme, por ende ishte e tyre. Një vit pas takimit të parë, Erblindi e ftoi Aferditën dhe Besimin në një darkë speciale. Ai kishte diçka të rëndësishme për të thënë. Kur mbërrin në apartamentin e tij, pan se ai kishte përgatitur një darkë të bukur. Kishte edhe një grua të re aty, një vajzë që Erblindi po takonte prej disa muajsh. "Ky është Ana," tha ai duke prezantuar vajzën, "dhe ajo di gjithçka për historinë time, për ju, për gjithçka." Ana u përshëndet me ngrohtësi. "Kam dëgjuar kaq shumë për ju të dy," tha ajo. "Erblindi flet shpesh për ju." Aferdita ndjeu një rval emocionesh. Ky ishte një moment që çdo nën pret, të takoj personin që djali i saj do, por për të ishte edhe më i veçantë. Ishte një shenjë që Erblindi po ndërtonte një jetë ku ajo tani ishte pjesë. Gjatë darkës, Erblindi tha: "Kam menduar shumë gjatë këtij viti, për identitetin, për familjen, për atë që do të thotë të jesh pjesë e diçkaje, dhe kam realizuar diçka të rëndësishme. Të gjithë prisnin në heshtje. Unë jam më shumë se e kaluara," vazhdoi ai. "Unë jam më shumë se ajo që më ndodhi. Jam personi që zgjodh të jem çdo ditë, dhe zgjodh të jem dikush që përqafon të gjitha pjesët e historisë sime, të mirat e të këqijat." Aferdita buzëqeshi përmes lotëve. "Dhe zgjodh të jem djali juaj," tha Erblindi, duke i shikuar Aferditën dhe Besimin. "Jo sepse gjaku na lidh, por sepse dashuria na lidh, sepse ju kur nuk hoqët dorë prej meje, sepse edhe kur gjithçka duke je humbur, ju vazhduat të besonit." Besimi fshiu syt. Aferdita nuk mund të fliste. Emocionet ishin shumë të mëdha. "Kështu që dua t'ju them se po planifikoj të martohem me Anën, dhe do të doja që ju të ishit aty, jo si mysafir, por si prindër të mi." Aferdita u ngrit dhe e përqafoi djalin e saj. "Do të jemi aty, do të jemi gjithmonë aty për ty." Nata vazhdoi me qeshje, me histori, me planifikime për të ardhmen, dhe për herë të parë në 25 vjet, kjo ishte e vërtet. Ata kishin kohë.
Koha që ishte vjedhur prej tyre ishte kthyer në një formë të ndryshme, por ende ishte e tyre. Dasma u bë në pranverë. Ishte një ceremoni e vogël, por e bukur. Miqtë e Erblindit, familja e anës dhe familja shqiptare që ishte ardhur nga Shqipëria dhe Gjermania. Aferdita mbante një fustan elegant, duke e re, e gjallë, krejt ndryshe nga grua që ishte vite më parë. Dhimbja ishte ende aty, por tani ishte e përbalancuar me lumturi. Kur Erblindi hyri me anën, Aferdita qaj, por këto ishin lot gëzimi, lot për një djalë që humbi dhe ishte gjetur, lot për një nën që priti dhe më në fund po shihte djalin e saj të ndërtonte një jetë. Gjatë fjalimit të tij, Erblindi tha: "Kjo grua, duke e treguar Aferditën, më mësoi se çfarë do të thotë dashuri pa kushte. Ajo më mësoi se shpresa nuk vdes kurrë. Edhe kur isha i humbur, ajo nuk hoqi dorë prej meje, dhe për këtë, unë do të jem përgjithmonë mirënjohës." Të gjithë në dasmën ishin të prekur, shumë qanin. Historia e Aferditës dhe Erblindit kishte prekur zemrat e të gjithëve. Më vonë në natë, ndërsa festa vazhdonte, Aferdita qëndroi për një moment vetëm, duke shikuar djalin e saj duke vallëzuar me bashkëshorten e saj të re. Ajo mendoi për të gjitha vitet e vuajtjes, për të gjitha netët që kishte qarë, për të gjitha ditët që kishte pyetur nëse do të shihte përsëri këtë fytyrë. Dhe tani, ai ishte këtu. Jo në mënyrën që ajo kishte shpresuar, jo pa plag, por ishte këtu. Edhe kjo ishte gjithçka që rëndonte. Besimi erdhi pranë saj. "E dije se kjo ditë do të vinte?" pyeti ai. "Shpresoja," tha Aferdita. "Çdo ditë shpresoja." "Ti ishe gjithmonë më e fortë se unë," tha Besimi. "Unë u dorëzova, por ti jo. Dhe për këtë arsye, ai është këtu sot." Aferdita e kapi dorën e Besimit. "Ne të dy kemi vuajtur," tha ajo. "Në mënyra të ndryshme, por kemi vuajtur. Dhe tani, së bashku, po shikojmë djalin ton duke filluar kapitullin e tij të ri." Ata qëndruan në heshtje, duke shikuar Erblindin, duke ndarë një moment që ishte njëkohësisht i hidhur dhe i ëmbël. Vitet që pasuan sollën ndryshime të mëdha. Erblindi dhe Ana patën një vajzë të vogël, e quajtën Emma. Kur Aferdita e mori në krah për herë të parë nipën e saj, ndjeu një rreth që mbyllej. Kjo fëmijë e vogël ishte një fillim i ri, një shans që historia të vazhdonte, por këtë herë me dashuri, me familje, me siguri. Emma u rrit duke ditur historinë e gjyshes së saj. Ajo dinte për djalin që ishte humbur dhe që ishte gjetur. Ajo dinte për nënën që nuk ishte hedhur kurrë dorë prej fëmijës së saj, pavarësisht se sa kohë kalon. Aferdita jetoi mjaft për të parë nipën e saj duke u rritur, për të parë Erblindin duke u bërë baba i mirë, për të parë familjen e saj, e cila kishte qenë e shkatruar, duke u rindërtuar në diçka të re dhe të bukur. Kur ajo vdiq, në moshë të thellë, rrethuar nga familja, fjalët e saj të fundit ishin: "E gjeta. Unë e gjeta djalin tim." Edhe ato fjalë përmbledhin gjithçka. Një jetë të vuajtjes, një jetë të shpresës, një jetë që tregon se dashuria, në të vërtetë, nuk vdes kurrë. Historia e Aferditës mbeti në familje për breza, një histori që i mësoi të gjithëve se sa e fortë mund të jetë shpirti njerëzor, se sa e fuqishme mund të jetë dashuria e një nëne, dhe se edhe në errësirën më të thellë, drita e shpresës mund të ndriçojë rrugën drejt shtëpisë. Pas dasmës së Erblindit, jeta filloi të merrte një ritëm të ri për Aferditën. Ajo nuk ishte më gruaja e vetmuar që shikonte nga dritarja duke pritur një mrekulli. Tani, kishte një arsye për të dalë, për të jetuar, për të buzëqeshur. Çdo javë, Erblindi dhe Ana vinin për darkë. Ndonjëherë vinte edhe Besimi nga Shqipëria. Këto darka ishin më shumë se thjesht ushqim. Ishin rituale shërimi, momente ku familja rikonstruktohej cop për cop. Aferdita kishte filluar të mësonte Erblindin të gatuante ushqime tradicionale shqiptare. Nëse do të jesh tijes e kësaj kulture, duhet të dish se si të bësh byrek si duhet. Erblindi qeshte ndërsa përpiqej të paloste brumin.
Kjo është më e vështirë se duket, ankohej ai. Çdo jetë është më e vështirë se duket, përgjigjej Aferdita me një buzëqeshje të vogël. Por ja ku jemi, duke e bërë. Ana vëzhgonte këto momente me admirim. Ju keni një lidhje kaq të veçantë, i tha Aferditës një ditë kur ishin vetëm në kuzhinë. Unë shikoj se sa shumë ju doni njëri tjetrin. Aferdita buzëqeshi. Dashuria nuk fshihet, sidomos dashuria që ka vuajtur aq shumë për të ekzistuar. Çfarë mendoni për mua? Pyeti Ana me një zë të butë. Si nushja e djalit tuaj? Aferdita e kapi dorën e vajzës së re. Mendoj se djali yt është me fat që të gjeti. Shikoj se si e shikon, se si e do. Edhe kjo është gjithçka që një nën mund të shpresojë, që fëmia e saj të jetë i dashuruar dhe i kujdesur. Ana e përqafoi Aferditën. Në atë moment, diçka e bukur ndodhi. Nuk ishte vetëm një marrëdhënie vjehër nuse. Ishte diçka më e thellë. Ishte një lidhje midis dy grave që e donin të njëjtin person, secila në mënyrën e saj. Kur Ana mbeti shtatzën, Aferdita ndjeu një përzierje emocionesh që nuk i mund t'i përshkronte me fjalë. Gëzim, sepse do të bëhej gjyshe, por edhe një trishtim të thellë, sepse kujton momentin kur ajo veti ishte shtatzën me Erblindin, kur ëndronte për të ardhmen e tij, paditur se fati do t'ia rrëmbente atë kaq shpejt. Çfarë bën? Nxehu Aferdita. Diçka ka ndryshuar tek ti. Erblindi përçoi Muajt e shtatzënisë ishin një kohë e lumtur, por edhe e tensionuar. Aferdita ishte gjithmonë atje, duke ndihmuar Anën, duke përgatitur dhomën e bebit, duke blyer rroba të vogla. Çdo gjë e vogël që prekte i kujtonte Erblindin e vogël, lodrën që kishte humbur, rrobat që kishte ruajtur për dekada, duke shpresuar se një ditë do t'ia kthente djalit të saj. Tani, ato rroba ishin në një kuti në dollap. Ajo nuk mund t'i hidhte. Ishin dëshmi e jetës që kishte qenë, e shpresës që kishte mbajtur gjallë. Një ditë, ndërsa po sistemonte dhomën e bebit me Anën, Aferdita nxori një lodër të vogël, një top të kuq. Ky është topi që Erblindi mbante kur ishte i vogël, tha ajo me zë të emocionuar. Ai nuk e lante kurrë, ishte gjëja e tij e preferuar. Ana e mori topin me kujdes. A mund ta mbajmë për bebin? Pyeti ajo. Aferdita buzëqeshi përmes lotëve. Do doja që ta kishte, tha ajo. Do doja që diçka nga Erblindi i vogël të kalonte tek ky fëmijë i ri. Kur Emma lindi, Aferdita ishte në spital. Ajo qëndroi jashtë dhomës së lindjes, duke pritur me padurim. Kur dëgjoi të qaren e bebit, zemra i shpërtheu. Ishte një qare e jetës së re, e fillimeve të reja, e shpresës që vazhdonte. Kur e mori Emma në krah për herë të parë, Aferdita qari, por këto nuk ishin lot dhimbjeje, ishin lot falenderimi, lot për një rreth që po mbyllej, për një histori që po gjente paqen e saj. Mirë se erdhe Emma ime, përshpëriti ajo. Gjyshja do t'jetë gjithmonë këtu për ty, gjithmonë. Vitet që pasuan ishin ndër më të lumturat në jetën e Aferditës. Ajo shikonte Emman duke u rritur, hapat e parë, fjalët e para, buzëqeshja e parë. Çdo moment ishte një dhuratë. Emma ishte një vajzë e gjallë dhe kurioze. Ajo donte të dëgjonte histori dhe Aferdita kishte shumë për të treguar. Histori për Shqipërinë, për jetën në Gjermani, për gjyshrit që Emma nuk i kishte njohur kurrë. Gjyshe, tregoma për kur ti ishe e vogël, kërkonte Emma. Dhe Aferdita tregonte. Për fshatin ku kishte rritur, për lumenjt ku notonte me vëllezrit dhe motrat, për lojrat që luanin, për një jetë të thjesht por të lumtur që kishin pasur. Por kishte një histori që Aferdita nuk ja kishte treguar ende Emës, historinë e zhdukjes së Erblindit. Ajo dhe Erblindi kishin vendosur të prisnin derisa Emma të ishte mjaft e madhe për ta kuptuar. Ajo ditë erdhi kur Emma ishte 8 vjeç. Ajo kishte filluar të bënte pyetje, pse gjyshja kishte jetuar vetëm për aq kohë? Pse babai i saj kishte 2 familje që e kishin rritur? Erblindi dhe Aferdita ulën me Emma në dhomën e ndenjes. Ishte një pasdite e qetë dimri. Dëbora binte jashtë, duke krijuar një mbulesë të bardhë mbi qytetin. Emma, ka diçka që duam ta ndaj me ty, filloi Erblindi. Një histori për familjen tonë, një histori që është e vështirë por e rëndësishme. Emma duke i serioze. Çfarë lloj historie? Aferdita mori një frym të thellë.
Një histori për humbjen e gjetjen, për dashurinë dhe shpresën, tha ajo. Dhe ata i treguan Emas gjithçka, për ditën kur Erblindi u zhduk, për vitet e kërkimit, për dhimbjen që kishte zgjatur dekada, për telefonatën që kishte ndryshuar gjithçka. Ema dëgjoi me sy të hapur gjër. Kur ata mbaruan, ajo ishte e heshtur për një kohë të gjatë. Pastaj pyeti: "Gjyshe, si mundet të vazhdosh kur ishe kaq e trishtuar?" Aferdita e tërhoqi vajzën e vogël në një përqafim. Sepse dashuria është më e fortë se trishtimi, sepse edhe kur gjithçka duket e humbur, ka gjithmonë një arsye për të shpresuar. Dhe ti, Ema ime, je pjesë e asaj shprese. Ti je dëshmi që e mira mund të vijë edhe pas së keqes më të madhe. Ema e përqafoi fort gjyshën e saj. "Të dua, gjyshe," tha ajo. "Edhe unë të dua, zemra, më shumë se sa mund ta imagjinosh." Ndërsa Ema rritej, ajo u gjen gjithnjë më interesuar nga rënjet e saj. Donte të mësonte gjuhën shqipe, të kuptonte kulturën, të vizitonte vendin ku vinte familja e saj. Kur Ema ishte 10 vjeç, e gjithë familja udhëtua në Shqipëri. Ishte hera e parë që Ema shkonte atje dhe ajo ishte emocionuar dhe e shqetësuar në të njëjtën kohë. "Çfarë pretemi të shoh?" pyeti ajo në avion. "Do të shosh male të bukura, fshatra ku toha duket se ka ndaluar, njerëz që do të mirëpresin me zemra të hapura. Do të shosh vendin ku e gjithë kjo histori filloi." Kur arritën në fshatin e Aferditës, u pritën nga 10 persona, kushërinj, tezala, daja, fqinj. Të gjithë dëshironin ta shihnin Erblindin, që tani ishte kthyer pas kaq vitesh, dhe të njohnin Eman. Ishte një festë e madhe, ushqim, muzikë, valle. Ema nuk ishte parë diçka të tillë kurrë. Ajo ishte e mahnitur nga ngrohtësia dhe dashmirësia e njerëzve. "Ata nuk më njohin, por më përqafojnë sikur të jem pjesë e tyre," i shpjegoi Aferdita. "Sepse je pjesë e tyre. Në kulturën tonë, familja nuk është vetëm gjak, është histori e përbashkët, dashuri e përbashkët, dhimbje e përbashkët." Ata vizituan shtëpinë e vjetër ku Aferdita kishte rritur. Ishte ende atje, megjithse tani e rënë në moshë dhe e shkatërruar nga koha. Aferdita eci nëpër dhoma, duke trekur muret, duke kujtuar. "Ktu ishte dhoma ku fjente kur isha e vogël," tregoi ajo për Eman. "Dhe këtu në obor, ky pem, unë mbolla kur isha në moshën tënde." Pema ishte rritur e madhe tani, degët e saj të shtrirura drejt qiellit. Ema e preku trungun me respekt. "Gjyshe, kjo pem ka qenë këtu gjithë këtë kohë, duke pritur që ti të kthehesh," tha vajza. Aferdita buzëqeshi. "Po, ashtu si unë kam pritur djalin tim të kthehej." Atë mbrëmje, gjithë familja u mblodh rreth zjarrit. Erblindi u kërkua të tregonte historinë e tij, historinë e djalit që ishte humbur dhe që ishte gjetur. Ai foli me zë të qetë, por të fortë, duke ndarë dhimbjen, konfuzionin dhe më në fund paqen që kishte gjetur. Kur mbaroi, të gjithë ishin të heshtur. Pastaj një tezë vjetër, që kishte njohur Erblindin kur ai ishte i vogël, u ngrit dhe tha: "Kjo histori duhet të rrëfehet për brezat që vinë, që të gjithë të dinë se çfarë do të thotë të mos heqësh dorë, që të gjithë të dinë se dashuria e një nëne është më e fortë se çdo gjë." Të gjithë ranë dakord. Dhe kështu, historia e Afërditës u bë pjesë e traditës familjare, një histori që do të trashëgore nga brezi në brez. Pas udhëtimit në Shqipëri, Ema filloi të shkruante. Ajo mbante një ditar ku shkruante mendimet e saj, ndjenjat e saj, reflektimet mbi historinë e familjes së saj. "Dua të jem shkrimtare," i tha ajo Afërditës një ditë. "Dua të shkruaj histori si ajo e jona, histori që e bëjnë njerëzit të ndjejnë diçka." Afërdita ishte e prekur. "Do të jesh shkrimtare e shkëlqyer," tha ajo, "sepse ti e njeh dhimbjen dhe gëzimin, ti e njeh vlerën e historive." Vitet kalonin. Ema u rrit dhe u bë një vajzë e re e zgjuar dhe e ndjeshme. Ajo shkroi tredimin e parë të saj kur ishte 15 vjeç, një tregim i bazuar në historinë e gjyshes së saj. Kur ja lexoi Afërditës, të dy qarën. "Kjo është e bukur," tha Afërdita. "Ti e kape thelbinë e gjithçkaje." "Mësova nga më e bukura," tha Ema duke e përqafuar gjyshen e saj. Por jeta nuk ishte gjithmonë e lehtë. Afërdita po plakej, trupi i saj po dobësohej. Kishte ditë kur dhimbja fizike ishte e madhe.
por ajo nuk ankohej kurrë. Kishte jetuar një jetë plot vuajtje, dhe tani, në fund, kishte paqe. Erblindi e vizitonte çdo ditë. Ai ishte bërë një bir i përpushtuar, duke u kujdesur për nënën e tij me një devotshmëri që e befasonte edhe veten. Nuk duhet të vish çdo ditë, i thoshte Afërdita. Ti je familja ime, përgjigjej ai. Dhe pas të gjitha viteve që nuk kam qenë këtu, dua të jem këtu tani, për çdo moment që kam. Këto momente ishin të çmueshme. Afërdita dhe Erblindi flisnin për gjithçka, për të kaluarën, për të tashmen, për të ardhmen. Ata qeshnin, qanin, ngallnin kujtime. A pendon për diçka? E pyeti Erblindi. Afërdita mendoi për një kohë të gjatë. Pendon që nuk pata më shumë vite me ty kur ishe i vogël, por nuk pendon për asnjë vendim që mora, sepse çdo vendim, çdo sakrificë më çoi këtu, te ti, te Ema, te kjo familje që ndërtuam. Ti e gruaja më e fortë që njoh, tha Erblindi. Jo e fortë, korrektoi Afërdita, vetëm e këmbëngulshme, vetëm një nën që nuk dinte si të hiqte dorë. Në moshën 75, Afërdita u sëmur seriozisht. Mjekët thanë se zemra e saj, që kishte vuajtur kaq shumë gjatë jetës, më në fund po dorëzohej. Erblindi dhe Ema ishin pranë saj çdo ditë në spital. Ana sillte lule të freskëta. Besimi erdhi nga Shqipëria për ta parë. Një mbrëmje, kur ishin vetëm në dhomën e spitalit, Afërdita e thirri Erblindin pranë. Dua të them diçka, tha ajo me zë të dobët. Mos flis shumë, tha Erblindi, duke mbajtur dorën e saj. Ruaj forcën. No, duhet të them, insistoi ajo. Kam pritur gjithë jetën për këtë moment, për këtë kohë me ty, dhe tani që e kam, dua të sigurohem që ti e dish. Çdo sekond, çdo minutë, çdo orë që kam pritur, ka vlejtur, sepse më solli te ti, më solli këtë kjo paqe. Erblindi nuk mund të shihte lotët. Edhe unë jam mirënjohës që nuk hoqe dorë, jam mirënjohës që më gjete. Afërdita buzëqeshi. Unë gjithmonë do të gjej, në këtë jetë ose në tjetrën, unë gjithmonë do të gjej. Ajo jetoi edhe disa javë pas asaj bisede. Disa javë kur familja u mblodh rreth saj, kur histori u ndan, kur dashuria u shpreh në mënyra të panumërta. Një mëngjes, kur dielli po ngrohte dhomën e spitalit, Afërdita hapi syt dhe shoh Erblindin që flinte në karrigen pranë shtratit të saj. E shoh Eman të përkulur mbi një libër, e shoh Anën që rregullon lulet. Familja e saj, familja për të cilën ajo kishte luftuar, familja për të cilën ajo kishte jetuar. Ajo mbylli syt me paqe, dhe në ato momente të fundit, ajo nuk mendoi për dhimbjen, nuk mendoi për vitet e humbura, mendoi vetëm për dashurinë që kishte vënë dhe dashurinë që kishte marrë. Dhe kur zemra e saj më në fund pushoi së rrahuri, ajo iku, duke ditur se jeta e saj kishte kuptim, se lufta e saj nuk kishte qenë e kotë, se dashuria, në fund, kishte fituar. Pjesa 23. Fundi i vërtet. Pas vdekjes së Afërditës, Erblindi gjeti një ditar të vjetër në gjërat e saj. Ishte një ditar që ajo e kishte mbajtur gjatë të gjitha atyre viteve, vite të vetmisë, të shpresës, të dhimbjes. Ai e hapi me duar që dridheshin. Faqet ishin të verdha nga koha, shkronjat e zbehura, por ende të lexueshme. Hyrja e kar ishte nga dita kur Erblindi ishte zhdukur. Sot humba djalin tim, shkruante Afërdita, por nuk do ta humb shpresën. Ai është diku aty jashtë dhe unë do ta gjej. Premtoj se do ta gjej. Erblindi lexoi faqe pas faqe. Çdo hyrje ishte një dëshmitar i dhimbjes së nënës së tij, por edhe i forcës së saj. Çdo ditë ajo shkruante, çdo ditë ajo priste. Një hyrje nga 10 vjet pas zhdukjes. Shumë njerëz më thonë se duhet të vazhdoj, se duhet të harroj. Por si mund të harroj? Si mund të vazhdoj kur çdo frym që marr është për të? Jo, nuk do të vazhdoj. Do të pres, do të shpresoj, do të dashuroj, deri në ditën e fundit. Një tjetër nga 20 vjet më vonë. Sot është ditëlindja e tij. Do të ishte 23 vjeç. A është i lumtur? A është i shëndetshëm? A më ka harruar? Këto pyetje më han gjallë, por edhe nëse më ka harruar, unë nuk do ta harroj kurrë. Dashuria e një nëne nuk harron. Hyrja e fundit ishte nga dita para se policia të telefononte. Sot u luta që nëse djali im është gjallë, dërgoma një shenjë,
Vetëm një shenjë e vogël që të di se ai është diku atje. Nuk po kërkoj shumë, vetëm një shenjë. Erblindi mbylli ditarin dhe qau. Qau për nënën e tij që kishte vuajtur kaq shumë, qau për vete që kishin humbur, qau për dashurinë që nuk kishte vdekur kurrë. Ai vendosi të botonte ditarin, jo për famë, jo për para, por sepse historia e Aferditës meritonte të dëgjohej, sepse njerëzit duhet të dinin se çfarë do të thotë dashuri pa kushte, se çfarë do të thotë të mos heqësh dorë kurrë. Libri u bë një bestseller. Njerëz nga i gjithë bota lexuan historinë e Aferditës. Letra vinin çdo ditë. Letra nga prindër që kishin humbur fëmijë, nga njerëz që ishin duke luftuar me dhimbjen e tyre, nga të gjithë ata që gjetën shpresë në historinë e saj. Emma, që tani ishte bërë shkrimtare, shkroi epilogun e librit. Kjo është historia e gjyshes sime, shkroi ajo. Një grua që ka provuar se dashuria është më e fortë se çdo gjë, që shpresa, edhe kur duket e humbur, mund të na çojë në shtëpi, që një nën nuk heq dorë kurrë. Vite më vonë, kur Emma kishte fëmijët e saj, ajo u tregoi atyre për stërgjyshen e tyre Aferdit, për gruan që kishte pritur 25 vjet, për gruan që kishte dashuruar kur gjithçka i thoshte të pushonte. Dhe kështu historia jetoi, kaloi nga brez në brez, një kujtesë e dhimbjes por edhe e triumfit, një kujtesë që njerëzit kurrë nuk janë vetëm në vuajtjet e tyre, që dashuria, në çdo formë të saj, është gjëja më e fuqishme në këtë botë. Historia e Aferditës mbyllej, por mesazhi i saj do të vazhdonte përgjithmonë. Mos hiq dorë kurrë, dashuro pa kushte dhe shpreso edhe kur gjithçka duket e errët, sepse drita, në fund, gjithmonë gjen rrugën.